që kjo ta thith, sa më mirë, doja të tregoja disa teknika si mund ta përdorim në kur ta aplikojmë. Po, ta aplikojmë në Jo vetëm fytyrë. këtë mask, por çdo krem, çdo serum që i vendosim fytyrës është shumë e rëndësishme do jetë mënyra. që të bëjmë një fiskulturë të fytyrës çdo mëngjes. Face yoga. E dim që nuk jemi aq perfekt dhe kemi kohën në favorin tonë. Vetëm 5 ose 10 minuta, nuk na kushton asnjë gjë. E di, po mund ta bëjmë në zyrë këtë aplikimin kur dalim nga zyra për. Por që na duhet diçka. Kjo për shembull shikoj është shumë e butë. Do me thënë rëshket dora. E mira është që me 2 gishtat e secilës dorë i palosim edhe fillojmë, bëjmë masazh për të syt. Është si tip drenazhi. Te rrethët e syve? Te rrethët e syve. Këtu është shumë e rëndësishme. Sepse aktivizojmë muskujt e fytyrës që ka shumë muskuj. Dhe si që jemi kështu, e kalojmë poshtë. Tani unë e kam pak të pamundur nga jaka e fustanit, por kjo është tamam një relaks që ne e bëjmë fytyrës.